E ftuar në emisionin Live from Tirana, në moderimin e Ronaldo Sharkës, ka qenë Olta Sheta, e cila ka komentuar gjerësisht dhe padorashka zhvillimet më të fundit në shtëpinë e Big Brother VP5, duke ndarë opinionet e saj për lojën strategjik, raportet mes banorëve dhe dinamikat që po mbajnë të mbërthyer publikun shqiptar mbrëmje pas mbrëmjeje. Gjatë intervistës, Olta u ndal në disa nga temat më të diskutuara të këtij edicioni, duke përfshirë edhe raportet mes banorëve që shpeshherë interpretohen nga publiku si lidhje sentimentale apo afrime romantike. Një nga pyetjet që ngjalli më shumë interes ishte ajo që lidhe me Kristinin dhe Krusitën, dy figura të njohura të skenës muzikore, për të cilët së fundmi ka nisur të qarkullojnë aludime se mes tyre mund të ketë lindur diçka më shumë se një miqësi e thjeshtë. E pyetur nëse edhe ajo sheh shkëndija romance mes dy banorëve, Olta u shpreh fillimisht e rezervuar, duke theksuar se nuk ka vënë re personalisht ndonjë sinjal të tillë. Këtë nuk e di, nuk e kam parë, u shpreh ajo, duke lënë të kuptohet se për të, marrëdhënia mes Kristit dhe Krusitës nuk është domosdoshmërisht e bazuar në ndjenja, por më tepër në kontekstin e lojës dhe rrethanat e krijuara brenda shtëpisë. Sipas Oltës, Kristi është një nga banorët më të fortë strategjikisht në këtë edicion dhe një lojtar që e ka kuptuar shumë mirë thelbin e formatit Big Brother. Ajo theksoi se ai di saktësisht kur të flasë, kur të tërhiqet dhe kur të provokojë, duke e konsideruar si një figurë që e lëviz lojën përpara. Nëse ka një njeri që e ka kuptuar si luhet Big Brother, është Bajamja, tha Olta me ironi dhe humor, duke ju referuar nofkës së përdorur për Kristin brenda shtëpisë. Duke vijuar mëtej, Olta shtoi se nuk e sheh Kristin si një banor që futet në lidhje sentimentale të sinqerta brenda formatit, por më tepër si një person që i përdor afrimet dhe marrëdhëniet për të ndërtuar lojën e tij. Ajo nuk përjashtoi mundësinë që afrimi me Krusitën të jetë i natyrshëm për shkak të profesionit të përbashkët, duke qenë se të dy janë këngëtarë dhe ndajnë interesa të njëjta artistike. Madje, Olta e pa këtë si një mundësi për bashkëpunime të ardhshme jashtë shtëpisë, duke ironizuar se publiku mund t'i shohë edhe në ndonjë duet muzikor. Megjithatë, Olta ishte e prerë kur u pyet nëse i sheh ata si çift. Si çift, jo, u shpreh ajo pa hezitim, duke shtuar se nuk beson që Krusita do të kishte preferenca të tilla në aspektin sentimental. Sipas saj, profili dhe karakteri i Krusitës nuk përputhen me tiparet e Kristit në një raport dashurie, të paktën brenda realitetit të lojës së Big Brother. Nga ana tjetër, fjalët më të forta dhe më pozitive të Oltës ishin pikërisht për Kristin si individ dhe si lojtar. Ajo e përshkroi atë si një person shumë pozitiv, energjik dhe inteligjent, i cili arrin të lexojë situatat me intuit dhe të reagojë në momentin e duhur. Sipas saj, Kristi ka një aftësi të rrallë për të acaron banorët e tjerë, duke i nxjerrë nga vetja dhe duke krijuar tensione, debate dhe situata që janë thelbësore për një reality show të tillë. Olta theksoi se Kristi nuk është thjesht një banor që ndjek rrjedhën e lojës, por një nga ata që e krijon atë. Ajo vuri në dukje se veprimet e tij shpeshherë janë të menduara mirë dhe të orientuara drejt krijimit të përmbajtjes televizive, gjë që e bën atë një personazh shumë interesant për publikun. Ai është i zgjuar, ka shumë intuit dhe e di saktë çfarë po bën, u shpreh ajo. Një nga momentet që Olta e veçoi me shumë entuziazëm ishte dalja e Kristit nga burgu, të cilën e cilësoi si një nga lëvizjet më të bukura dhe më të zgjuara të këtij edicioni. Ajo tha se kjo dalje ishte fantastike dhe tregoi qartë se Kristi di të shfrytëzojë çdo situatë në favor të lojës së tij, duke e kthyer edhe një dënim apo pengesë në një avantazh strategjik. Në analizën e saj, Olta e quajti Kristin motorin e shtëpisë, duke theksuar se pa praninë e tij dinamika brenda shtëpisë do të ishte shumë më vakët. Sipas saj, Kristi është ai që krijon situata, hap debate, nxit reagime dhe mban gjallë interesin e banorëve dhe të publikut. Ai është një nga ata personazhe që ose i pëlqen shumë, ose i bezdis, por që në çdo rast nuk mund të injorohet. Në përfundim, Olta Sheta theksoi se figura si Kristi janë thelbësore për suksesin e Big Brother VIP Albania 5. Pasi janë pikërisht këta banor që i japin ritëm lojës dhe e bëjnë spektaklin të mbetet vazhdimisht në qendër të vëmendjes mediatike dhe të diskutimeve në rrjetet sociale. Ajo la të kuptohet se pavarësisht polemikave, kritikave apo debateve që mund të ngjallë, Kristi është një nga lojtarët më të fortë të këtij edicioni dhe një nga elementet kryesor që po e mban shtëpinë në lëvizje. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.